Gjithsesi, përveç aktiviteteve të veta, ansambli, po ashtu organizon edhe Balkan Fest, apo jo? Që si vjetë kishim edicionin e 5. Po. Shiko, Balkan Festin ne e fillum në vitin 2020, e fillum me një frikë shumë të madhe. Mirë po, duke se si vjetë sikur është etablu. Dhe më thonë, edhe filloj një siguri më e madhe, edhe qytetarëve, se e ka një ashtu, me gjithse këto manifestime i shtymë për nëntor, me gjithse është deshtë dikur në tetor, në fillim tetorit, mirë po shkaku i zgjedhjeve dhe ju thasha edhe më herët interesimi i politikës shumë tjetë pjesë përbërse shoqënisë Baram Shabani, ne të pas frikën e influencës, e s'postum jashtë të zgjedhjeve. Mendoj se kemi bërë mirë, edhe edicioni 5 të mbajt me shumë sukses. Ne, domethënë ka vite që organizojmë dhe marrin pjesë grupe nga gjithë Ballkani, si vjetë ishin Bosnjakët, ishin Turqit, ishin prej Bujanovcit, Kosova, Shqipnia, që vjen shprehje, gjithmonë është pjesëmarrëse aty.